وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet I përcjellim të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të informohemi rreth një shitblerjes më të rrezikshme, në të cilën hapëm ndërsin e kaluar temën për të folur për ta, e që është një ndër marrëdhëniet tregtare, që është edhe llogaritur si krimi më I madh, mëkati më I madh, që nëse bëhet ajo lloj shitblerje, ajo ishte kamata, që me të vërtetë se nuk di krim nga krimet në të cilët në këtë botë dhe në jetën njerëzore që janë të tubuar shumica e njerëzve, që është përhapur thuajse në shoqëri, në shumicën e njerëzve, edhe se nuk ka ngelur gati shtëpi që nuk është futur ky krim dhe ky mëkat, derisa ndoshta edhe te një pjesë e njerëzve është bërë konsumimi I këtij mëkati dhe veprimi me këtë mëkat dhe me këtë krim është bërë si diçka e zakontë dhe e thjeshtë, thuajse ka përfshirë çdo njeri përveç se atë që ka mëshiruar Allahu xhalla xhelaluhu, krimi I kamatës edhe mëkati I kamatës. E që me të vërtetë ndoshta thua se jemi në atë kohë që sado që njeriu të ruhet nga ky mëkat, spaku ndoshta atë do ta prek pluhuri I mëkatit, I këtij mëkati pra të kësaj kamate. E që me të vërtetë këto na lajmëroi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Ebu Davudi, Nesaiu dhe Ibn Majah, nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman, do të vjen te njerëzit një kohë, të cilën la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba, nuk do të ngel askush përveç se do të jetë nga konsumatorët e kamatës, që ka ngrënë kamat. Fa illam ya'kulhu asabahu min ghubarihi, nëse nuk han, tha ato do ta prek pluhuri I asaj. Nëse do të mundohet ai sido që të ruhet dhe nëse nuk han prej saj, nëse nuk e konsumon ato, tha pluhuri I asaj do ta prek nga pluhuri I saj. E që me të vërtetë se jemi në një shoqëri thuajse të tërën që spaku na ka prekur pluhuri I kamatës. Edhe sado që të ruhesh në këtë përfshirje të madhe që ka përfshirë shoqërinë tonë, e që është bërë shumë e lehtë çështja dhe lakmia e madhe për këtë
pikë që është bërë e thjeshtë të njerëzit për shkak ekzistencës së madhe, ndoshta të bankave kamatore, e që me të vërtetë se në to njeriu ndoshta është futur në transaksionet e tij, ken ato bankare, ken ato edhe tregtare të tij, në të cilën futet njeriu ndoshta dhe pa dije, apo pa interes, apo edhe duke dashur që të arrin deri te cili dhe interesi i tij, e duke pyetur shumë numra të hoxhallarëve dhe të dietarëve për të i dhënë fetva atij që si të arrin te interesi i tij, që ai ta merr një kredi ose ai të bën një transakcion të tij të cilin e ka tregtare në çështjen që i përket krimit edhe e cila është me të vërtetë nga mëkatet më të dëmshme dhe pasojat e saj të mëdha, e që ajo është kamata. Edhe se me të vërtetë është një mëkat, një musibet dhe një fitne që i ka kapluar njerëzit, edhe se janë sprovuar njerëzit me to, e që njeriu vet nuk e din, edhe ndoshta dhe mendon që nuk është futur, edhe mendon se e ka të lejuar, në fakt është futur në mëkatin dhe krimin e këtij krimi të madh, të mëkatit të madh të kamatës. Dhe mu për atë vëllezër, musibeti dhe më i madh është që një hoxh, një dietar të jep fetva për ndonjë lloj, për ndonjë çështje, kur është çështja në përdorimin e kamatës, dhe se është nga emanetet e mëdha që një hoxh që të jep fetva ndoshta dhe kur nuk ka shumë informata dhe nuk interesohesh, ndodh që ti ta marrësh në qafë një shoqëri apo dikand me një fetva të ëndën, të cilën e jep për dikand që ti të ja lejosh diçka që ajo është ndaluar, e që është nga krimet më të mëdha dhe nga dëmet e shoqërisë më të mëdha, dhe është nga llojet e padrejtësisë më të mëdha, është krimi i kamatës. E që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib." Mos thoni me ato të cilën përshkruan gjuhët e juaja gënjeshtrat se kjo është halal dhe kjo është haram, që të shpifni për Allahun xhelle xhelaluhu gënjeshtër. Se ata të cilët shpifin për Allahun xhelle xhelaluhu gënjeshtra nuk shpëtojnë. Shpëtimi i vetëm, o vëllezër, që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, kur ju është drejtuar, kur flet për ndalimin e këtij mëkati, për ndalimin e kamatës, Allahu xhelle xhelaluhu ju drejtohet atyre të cilët janë me iman. Allahu xhelle xhelaluhu drejtohet se kjo është haram dhe i thërret ata të cilët kanë besim, kanë iman. Mbrojtja më e mirë nga ky mëkat, i cili ka përfshirë shoqërinë, i cili thuaj se nuk ka shpëtuar kush, spaku dhe ai që nuk e han e ka prekur pluhuri i saj, e që me të vërtetë se nga kjo shpëton vetëm ai që ka iman dhe ai që ka besim, se besimtari, nëse është besimtari vërtet, ai i largohet kësaj çështje kur e din se është nga ana e Allahut xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an i thirr ata të cilët kanë besuar. Pse të i thirr ata të cilët kanë besuar? Edhe përmend 2 herë çështjen e besimit në këtë pikë, në këtë mëkat. Allahu xhelle xhelaluhu tha në surën Baqara: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin." Tha: o ju që keni besuar, ju drejtohet atyre me iman. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun xhelle xhelaluhu dhe braktisnja linja që ka ngelur nga kamata, përsëri tha: nëse jeni besimtar. Çka do të më thot me këto? Pra nëse i e besimtari vërtet, ai që ka iman, vetëm ai mund t'i largohet këtij mëkati dhe këtij krimi. Ai që ka besim, besimtari, nëse është besimtari vërtet, kur e din se Allahu xhelle xhelaluhu e ka ndaluar,
ai e lën dhe e braktis ato për shkak urdhnit të Allahut xhel xhelalu. Se është një mëkat që të shtin vazhdimisht ti për shkak rritjes ndoshta në to që ti i llogarit numrat e arritjes së pasurisë tënde dhe pastaj i zhytesh në këtë mëkat dhe nuk e lën këtë mëkat vetëm se ai që ka besim në Allahun xhel xhelalu dhe ai që është besimtar, e din që është nga ana e Allahut, e din se Allahu xhel xhelalu e ka ndaluar edhe Allahu xhel xhelalu e ka urdhëruar, ai i cili ka besim, lidhja e lënjes së këtij mëkati të kamatës, edhe gjitha transaksionet të cilët kanë të bëjnë për shkak lloj-llojshmërisë, edhe për shkak mënyrave të shumta të cilët kanë përfshirë shoqërinë, të cilët janë me shkaqe të shumta, edhe forma të ndryshme që i paraqesin të njerëzit për të i zhytur në këtë mëkat të kamatës, e lën vetëm ai që ka besim, edhe ai i cili i ruhet dyshimeve. Edhe nëse është e dyshim, i ruhet që mos të bjen në kamot. Edhe ai i cili largohet dredhijave, që të ik dredhijave të këtij mëkati. Mos shumë ti që përdoren dredhija o vëllezër, apo fetfaja, apo ai i cili ndoshta shkon pyet 100 hoxhallar derisa ta gjen një fetva që t'ja lejon që të marr pjesë, duke përdorur lloj-lloj dredhije që të futet në këtë mëkat. E si tjetë në këtë mëkat. E parat Allahu xhel xhelalu, pra në 2 ajete të cilët ju drejtohet besimtarëve që ata të braktisin këtë mëkat, që mos të marrën pjesë dhe mos të konsumojnë këtë mëkat. Gjithashtu Allahu xhel xhelalu në surën Al Imran tha: "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afa." O ju që keni besuar, mos e hani kamatën e shumëfisht të shumëfishuar. "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Keni frikë Allahun xhel xhelalu ashtu që të shpëtoni. Shpëton nga ky mëkat ai i cili ka besimin në Allahun xhel xhelalu, edhe ai i cili madhron urdhnin e Allahut xhel xhelalu. Dhe se ndoshta thua vallë, jemi në atë pjesën me të cilën përputhet pra hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën cekëm se nëse i largohet ai që do të han dhe nuk do shpëton kush që han kamatën, po dhe ai që nuk han ndoshta do ta prek pluhuri, e cila përputhet me jetën tonë edhe me këtë aktualitetin tonë. A thua mos vallë, jemi dhe para atyre shenjave të cilët pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi dhe tha, hadithin të cilën transmeton Tabaraniu nga Ibn Mes'ud radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "I bejne yedej as-sa'a", para kiametit, para se të ndodh kiameti, yudhharu ar-riba apo yadhharu ar-riba waz-zina wal-khamr. Do të shfaqen dhe do të përhapen të njerëzit kamata, zinaja dhe rakia, alkool. Do të shpërndahen të njerëzit, do të shfaqen të njerëzit, do të përhapen shoqëri, do të bëhen normal. Aq shumë do të shfaqen para kiametit. Ta thua jemi në atë kohën që jemi ardhur në ato që bëhet mëkati haptazi ky krim dhe nuk dihet. E mu përat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha që në atë shoqëri, pra apo në atë popull që të shfaqet ky mëkat, le ta dinë se e kanë lejuar vetvetes së tyre dënimin e Allahut xhel xhelaluhu. Mos të çuditemi nëse na ndodh ndonjë ndëshkim pastaj nga ana e Allahut xhel xhelaluhu. Hadithin që transmeton Imam Ahmedi nga Ibn Mes'ud radhiyallahu anhu, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: "Ma min qaumin", nuk ka një popull në të cilën yudhharu fihi riba wa zina, në të cilën shfaqet në to kamata dhe zinaja, illa ahallu bi anfusihim iqab Allah. Ato ja kanë lejuar vetvetes së tyre dënimin e Allahut xhel xhelaluhu. Në një popull që është shfaqur dhe është përhapur kamata dhe zinaja, le ta dinë ai popull se ja ka bërë halal vetvetes vet, ja ka lejuar ndëshkimin e Allahut xhel xhelaluhu. Dhe jo se vetëm kaq, po është aq i rëndë vëllezër ky mëkat. Dhe është nga sherret dhe llojet më të vështira, edhe është nga llojet më të rënda të zullumit dhe të padrejtësisë. Por shkak të kësaj padrejtësie edhe të këtij krimi, ti ja lejon vetvetes tënde dënimin e Allahut xhel xhelaluhu. Ashtu siç Allahu xhel xhelaluhu i dënoi popujt të cilët ishin më hershëm,
ata të cilët janë koka në shpikjeve të këtyre bankave kametare, e të gjitha ata të cilët janë të këtyre sistemeve, të cilët i fusin njerëzit në këtë mëkat dhe në këtë krim të madh, që Allahu xhelle xhelalu na tregoi se ka qenë e ndaluar dhe haram ky lloj i rrezikshëm i këtij zullumi dhe kësaj padrejtësie në të cilën i fut njerëzit në to. Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an wa aklihim amwal an-nas bil batil." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, për shkak padrejtësisë së madhe të tyre të cilët e bënin ata të cilët ishin çifut dhe jahudi. Ata të cilët ishin nga jahudit, për shkak zullumit dhe padrejtësisë së madhe të cilët ato e bënën dhe pengimin rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu dhe ngrënien e kamotës, dhe ata ishin të ndaluar nga ajo. Na tregon Allahu xhelle xhelaluhu që popujt dhe në çdo ligj ishte ndaluar kirimi i kamotës. Ishte ndaluar ky mëkat i madh, edhe sa ata të cilët konsumuan dhe ata të cilët i shpikën gjithë këto sisteme që si të futen njerëzit në këtë pikë që ai i forti të hanat doptin gjithherë, e në to nuk ka as fare bereqet dhe as mirësi, e në to pastaj gjithashtu vjen dhe mallkimi i Allahu xhelle xhelaluhu, dënimi i Allahu xhelle xhelaluhu, kërcënimet e Allahu xhelle xhelaluhu të cilët janë futur në to. Dhe na thamë se ndesin e kaluar që Allahu xhelle xhelaluhu mjafton kërcënim për këtë mëkat, që pak mëkate janë o vëllezër që në to të ketë kërcënim të kësaj lloji të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe të ketë mallkime nga ana e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe kërcënime. Është një mëkat thuajse ndoshta nga të rrallit që kik si kërcënimesh, që Allahu xhelle xhelaluhu shpalli për këtë mëkat dhe konsumatorët të cilët do të jenë të këtij mëkati të kamotës shpalli për to luftë. E gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu tregoi për atë njeri i cili do të jetë nga këto konsumatorë dhe do ta prekët mëkat, ai që do të hanë kamotën, një ditë në ditën e gjykimit do të ngrihet si ai i çmendur. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ka treguar o vëllezër se dënimi edhe ndëshkimi është i sigurt që e kap atë konsumator të këtij mëkati, ai që është një llosër me këtë mëkat në dunjë dhe në ahiret. Edhe sa ajo bjen në individ dhe bjen dhe në shoqëri, e kap dënimi i këtij mëkati. Edhe se dietarët të vëllezër kanë cekur shumë nga shembujt, edhe se cili ndoshta e ka parë se nuk ka njeri që është zhytur dhe ka ngrënë mëkatin dhe ka ngrënë kamotën dhe krimin e këtij mëkati nga domet dhe pasojat që i ka, që është sprovuar ai njeri shumë në jetën e tij. Ende duke qenë gjallë, ndoshta i ka kapur dënimi Allahu xhelle xhelaluhu. O me falimentim të pasurisë së tij, o me falimentim dhe humbje të shëndetit të tij, dhe humbje të familjes së tij dhe bereqetit të tij. Ky mëkat kështu i ka dënime. Kushdo që ban këtë shitblerje, le ta dinë se këto dënime e presin. Derisa Allahu xhelle xhelaluhu e dha këtë kërcënim, tha yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu xhelle xhelaluhu e zhduk bereqetin e kamotës, e rrit bereqetin e sadakas. Ka diçka që e ka rritur, diçka që e ka zhdukur në tërësi për ata të cilët do të prekin dhe do të mirën me këtë mëkat, që ja lejojnë vetit të vet dënimin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe ja lejojnë vetit të vet që ta prishin dhe ta falimentojnë pasurinë e tyre për shkak një llosjes së tyre me këtë mëkat. Ashtu sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi në hadithin që transmeton Imam Ahmedi dhe Tabraniu nga Ibn Mes'ud radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min ahadin", nuk ka një njeri i cili e ka ngrënë kamotën dhe është përzirë me këtë kamot, për vetëm se përfundimi i tij është në mangësim dhe në humbje të pasurisë dhe në falimentim. Mas pari humbjen e pasurisë, një shumicë të njerëzve të tyre të cilët merren me këtë krim, le ta shohin ose le ta dinë se e kanë por vetë se dënimi i fundit të tij ose me falimentim, ose me ndonjë dëshpërim, ose me një ndëshkim, ende duke qenë gjallë në këtë dunjë, ose me ndonjë sprovë shumë të madhe të cilën e godet ato. Dhe jashtë asaj që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam vëllezër e ka mallkuar atë i cili
han kamotën, ati cili bën transaksionet e tij, konsumon kamotën, ai cili dëshmon kamotën, ai cili shkruan me ta ndonjë kontratë të kamotës. Dëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidai wa qalu hum sawa. Tha e ka mallkuar i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam ngrënësin e kamotës, konsumusin e kamotës, atë që jep dikuja për të ngrënë kamotë, ai që jep dikuj kamotën, ai që shkruan ndonjë kontratë ose që shkruan ata, dhe ata dy dëshmitarë që dëshmojnë në një shitblerje të tillë të kamotës, të gjithë tha janë të njëjtë. E paramendohen derisa aq i rond ky mëkat të vëllezër, kanë ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në të cilën një pjesë e dietarëve kanë bërë të sakta hadithet që kanë të bëjnë pronë këtë pikën se sa është e rëndë dhe keni dëgjuar ata të cilët janë zhytur dhe janë lyer me këtë mëkat. Hadithin të cilën e transmeton Tabraniu edhe Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Handala, i cili tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanje. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një dirhem kush e han kamot dhe ai e din që ajo është kamot, tha le ta din se është shumë më e vështirë dhe më e rëndë se sa 36 zinaja me një zinaçor. Të ban zina sa 36 zinaja më e lehtë është ajo se sa të han një dirhem nga kamota. Gjithashtu transmeton Imam Ahmedi nga Ka'bul Ahbari rahimullah, i cili tha vetë, tha për mu është më e dashur të bëj zina, të bëj moralitet me 33 zinaçare se sa të han një dinar nga kamota. E mu për atë vëllezër, ajo që më e rënda që në lajmëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që për këtë hadith gjithashtu një pjesë e dietarëve të cilët e bën hadithin të saktë, që transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij nga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Er-riba 73 bab." Kamota i ka 73 dyr. Aisaruha, ma e lehta e saj tha është mithla an yankiha ar-rajulu umma. Tha ma e lehta e saj është sikur njeriu të flen me nonën e tij, sikur ta marton nonën e tij apo të bën immoralitet me nonën e tij. Këto edhe e keni ndëgjuar shumë. Edhe pse në këtë hadith ka fjalë të dietarëve, por duke i tubuar rrugët dietarët të cilët e bën të saktë, na tregon neve këtë lajm e cila me të vërtetë është nga lajmet e rënda për këtë krim të rënd, për dëmet e këtij krimi edhe për pasojat e rënda të këtij mëkati, për të cilët ndoshta dikush është lyer në ta dhe është zhytur. Që lutim Allahun xhelel xhelalu që Allahu të pastron shoqërinë tonë dhe të pastron shtëpiat tona nga mëkati i kamotës, nga shitblerja e kamotës dhe konsumimi i saj. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.